ka shumë shqetësime për sa i përket sulmeve të gazetarëve, dhunës verbale, fizike, ndërhyrjes zyrtarëve publik. Gazetarët gjithashtu raportojnë akses gjithnjë më të kufizuar për përfaqësues të qeverisë dhe ngresh shqetësim për Agjencinë e Medias dhe të Informacionit si një zyrë qendrore që komandon gjithë informacionin, dhe njëkohësisht gjatë ditës së zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve vëzhguesit afatgjatë të Odirit dhe organizatat e shoqërisë civile raportuan një numër rastesh intimidimi dhe pengimi punës së gazetarëve. Unë ju siguroj që pjesë e punës së opozitës në këtë komision do të jetë që të punojmë për paketën e medias, pavarësinë e medias, po njëkohësisht kur dal raporti edhe i Komisionit Evropian javës tjetër të diskutojmë këto shqetësime. Këto lidhen me punën e AMO-s, lidhen me punën e Radio Televizionit Shqiptar, por edhe më gjërë. Opozita njëkohësisht edhe në vijim këtij raporti kërkon që ne të kemi një debat dhe një diskutim edhe për atë që ka ndodhur me News 24-ën, edhe për një media në gjykimin tonë, e cila është ndodhur nën presionin qeveritar, nën presionin e majorancës, dhe në këtë komision ne do të kërkojmë që të kemi një dëgjes për situatën e medias në përgjithësi mbas dy raporteve, por edhe për problematikat që pati News 24, goditjes që ajo pati në gjykimin tonë që kanë cënuar pavarësinë e medias dhe kanë qenë një sulm i hapur ndaj një media të pavarur. Këto shqetësime për mua lidhen edhe me dy rezolutat që ne miratojmë sot, zonja Luarasi, sepse janë pjesë të diskutimeve që ne patëm në këtë komision kur raportuan edhe përfaqësuesit